Hajde. Të nderuar shikues, ishte ky edicioni informativ i orës 15, kurse radha në vijim është për personalitetin e ditës dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Përmenda unë pak më herët që gjatë gjithë ditës së sotme do të flasim mbi tema që kanë të bëjnë me aktualitetin dhe përditshmërinë e sotme, dhe me qenë se data 2 prill përkon me ditën ndërkombëtare të autizmit, do të flasim sot pikërisht për këtë fenomen, për spektrin e autizmit, për faktorët që mund ta shkaktojnë, për porositë që duhet i marrim, për luftimin e komplekseve dhe paragjykimeve dhe për trajtim sa më të hershëm. Për të trajtuar një temë të tillë, në linjë të drejtë për drejtë kemi është specialiste e logopedisë dhe njëkohësisht asistente në Universitetin e Tetovës, Aisha Beqiri. Përshëndetje Aisha dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën e bërë, po në këtë ditë më të veçantë të themi, duke ditur që është dita ndërkombëtare e autizmit, 2 prilli, po është një ditë të madhe me fokus për ndërgjegjësimin më të gjerë të popullatës rreth spektrit të autizmit. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni dhe kontribuoni për emisionin ton për tema që i takojnë fushës suaj. Fillimisht të flasim në lidhje me atë se çfarë paraqet autizmi si çrregullim. Po, duke ditur që autizmi ose spektri i autizmit është një mos zhvillim ose të themi një çrregullim zhvillimor, ku ka plan disa fusha më tepër. Si për shembull, e dim që kemi vështirësi tek fëmijët në socializimin e tyre, kemi vështirësi në zhvillimin e gjuhës dhe komunikimit, po ashtu kemi mos zhvillim edhe të aftësive tjera. Këtu më pas kemi edhe mosmbajtje e kontaktit me sy, fëmia nuk mban dhe nuk i shpreh aq shumë emocionet në një formë tipike të themi si gjithë fëmijët tjerë, por në forma të ndryshme. Po ashtu kemi edhe përsëritje ose rutina të cilët i kanë bërë fëmijët. Stereotipe të ndryshme tek fëmijët hasen po ashtu sikur simptoma e tjerë. Po, me qenë se përmendëm atë se çfarë paraqet autizmi, të flasim pak në lidhje me atë se a dihet se kush e shkakton këtë çrregullim, apo ndoshta shkaku vazhdon që të jetë idiopatik dhe ende nuk është e qartë se çfarë mund ta shkaktojë këtë çrregullim. Edhe pse ende nuk janë të qarta të gjithë faktorët pse është shkaktuar ose pse është paraqitur autizmi tek një fëmijë, por sipas ulëmtimeve të fundit shkencore të bëra, është konstatuar se gjithmonë domethënë është prej një kromozomish ose të themi gjenetikisht një anomali kromozomeve që paraqitet dhe trashëgohet tek fëmijët. Konkretisht duke ditur që ky shkaktor është bazik, ndikon në mos zhvillimin tipik ose neurozhvillimor i fëmijës. Po ashtu kemi edhe faktorë tjerë të cilët ndikojnë në paraqitjen ose përhapjen të themi kemi simptomat e para të autizmit, siç janë faktorët e jashtëm, kryesisht këtu mund të jenë edhe ndikimi i teknologjisë, siç dihet pseudo-autizmi, më pas e kemi edhe faktorë të ndryshëm siç është ushqimi mund të jetë e tjerë. Po, me qenë se profesora Aisha përmendet faktorët e jashtëm që mund të ndikojnë që ka të bëjë me një moshë pak më të rritur. Por a kemi mundësi dhe procedura të tilla që gjatë jetës intrauterine ose le të themi gjatë kohës kur gruaja është shtatzënë, a mund të vërtetohet nëse kemi të bëjmë apo diagnostikohet nëse kemi të bëjmë me autizëm tek fryti, tek foshnja? Autizmi domethënë gjatë shtatzanisë së nënës nuk mundemi ta identifikojmë që ekziston apo nuk ekziston se të vendoset një diagnozë e tillë, por gjithmonë domethënë nënat ose gratë kur janë shtatzëne duhet të ndjekin dhe të bëjnë kontrole të shumta tek ginekologu, po ashtu edhe tek mjeku tjetër, duke i bërë analizat hormonale tek vetja dhe sipas rezultateve të fituara shifet që ose ndonjëherë mund të ketë ndonjë rrezik që mund të na paraqitet ndonjë çrregullim neurozhvillimor. Nuk do të thotë që mund të jetë autizëm, por mund të jetë edhe ndonjë çrregullim neurozhvillimor tjetër. Dhe për këtë arsye gjithmonë domethënë duhet të sugjerohet deri tek nënat shtatzane ose nënat të reja që tani më do të fitojnë epitetin nëna, që të jenë më të kujdesshme edhe gjatë ushqimit të tyre, po kryesisht domethënë të bëjnë pasqyrat hormonale dhe ta kenë një pasqyrë
parasysh dhe gjithmonë duke I marrë këshillat e mjekëve. Dhe ashtu të veprojnë më pas. Po. Përveç faktorëve ose shkaqeve që mund të bien deri në autizëm, të ndalemi pak edhe në atë që ju pak më herët edhe në fakt I përmendet, disa nga shenjat e para që mund të paraqiten, por të flasim edhe një herë për atë pasqyrën klinike që bie deri në diagnostifikimin e këtij çrregullimi, pra cilët janë shenjat që mund të paraqiten, me çfarë simptomesh mund t'i vërejmë dhe njëkohësisht kur duhet të alarmohen prindërit, pra kur prindërit duhet fillojnë që të marrin masa dhe t'i dërgojnë fëmijët e tyre në specialist të këtij drejtimi. Në atë moment, domethënë, kur prindi e sheh që fëmia I tyre që në moshën më të vogël, që mund të themi nuk reagon në asnjë zë, duke I ditur që fëmia që në moshën 2 muajshe deri në 6 muajshe tani më fillon të identifikon zërat, përrat të kthen kokën, të fillon të qesh tek personat qenja, ose të themi konkretisht të prindërit të nëna. Nëse nuk I ka këto pikat të para, ose shenjat e para, më pas duhet të ndjeket më shumë, se mos na paraqitet. Nëse nuk mban ndonjëherë edhe kontaktin me sy, gjithmonë duhet është një shenjë alarmuese. Edhe tek më të vegjël, po dhe tek të rriturit, të themi tek fëmijët më të njohshës më të rritur, atëherë patjetër domethënë duhet të ushtrohet kjo pjesë që fëmia të mban kontaktin me sy dhe në këtë formë neve zhvillojmë edhe bashkëbisedimin të themi, fillojmë të komunikojmë me fëmijën, jo verbalisht, më pas edhe verbalisht. Po ashtu është më rëndësishme edhe socializimi I fëmijës, duke I ditur që fëmijët të spektrit të autizmit janë të mbyllur në vete, izolohen në vetveten e tyre, luajnë me vetveten e tyre dhe nuk dojnë të kyqen në lojën e tyre asnjë person tjetër ose asnjë fëmijë tjetër, duke I ditur që kanë vështirësi në socializimin e tyre dhe për këtë arsye është mirë që më tepër të ushtrohet edhe të socializohen fëmijët që në moshën më të hershme, po ashtu edhe kemi stereotipe të ndryshme ose lëvizje të pakontrolluara, të pavetishme të tyre ku rrepsisht dhe duhet të ndalohen këto përmes ushtrimeve, domethënë te I kalohet kjo gjendje, po ashtu edhe kur jemi të gjuha ose komunikimi, nuk e kanë të zhvilluar komunikimin, 1% më e madhe që dihet që fëmijët me autizëm janë jo verbal, po ato të cilët janë verbal, ose fëmijët të spektrit të autizmit të cilët janë verbal, folura e tyre ose gjuha e tyre nuk është edhe aq shumë e pasuruar, edhe gjithmonë flasin shumë shkurt, të gjithë fjalinë e thuan vetëm me një fjalë, dhe për këtë arsye është mirë që të zhvillohet gjuha ashtu siç duhet sipas kritereve të saj, dhe fëmijën pra të kyqem më shumë në bashkëbisedë. Po ashtu, më bazike domethënë këtë rast që më lejt prindërit ta vrejnë tek fëmijët e tyre është për shembull nëse fëmia fare nuk reagon në asnjë gjë, është fokusuar vetëm në një objekt, vetëm në një lodër, luan vetëm atë, kur e thrasin me emër, as pak nuk kthehet fare nga ose të jep ndonjë përgjigje ka prindi. Dhe shumica prej fëmijëve tani më e dinë që kanë qasje më shumë para teknologjisë ose ekraneve të themi, teknologjike, kjo që ndikon negativisht në zhvillimin e tyre. Dhe nëse qëndron një kohë më të gjatë para ekranit, këtu bëjnë edhe bllokat të trurit të tyre ku nuk pranon tani më impulse nga mjeti se ku gjendet, vetëm është fokusuar në një ekran të themi të vogël të celularit në të jetë, po edhe të laptopit, televizorit, ku edhe humb fokusin në këtë formë, edhe gjithmonë domethënë sugjerohet te prindërit që sa më shpejt t'i largojnë prej ekraneve fëmijët e tyre, dhe sa më shpejt dhe sa më shumë t'jo komunikojnë, pra të bëjnë loja të përbashkëta ku do ta nxisin komunikimin e tyre, po ashtu edhe do ta zhvillojnë edhe socializimin e vetë fëmijës së tyre. Po, meqense ju përmendet ato shenjat me të cilat ne mund të vërtetojmë se kemi të bëjmë me autizëm, por megjithatë ka shërbullime të tjera logopedike që ndoshta parafërsisht kanë edhe shenjat e njëjta. Pra si arrini që ta diagnostifikoni dhe që të largoni le të themi ato diagnozat diferenciale tjerat që kanë të bëjnë me çrregullime tjera. Pra, përmes cilave mënyra ekzaminimeve mund të vërtetohet se kemi të bëjmë me spektrin e autizmit? Po, që në moshën më të hershme, në praktikë domethënë e shohim prej moshës 18 muajshe, por më
tepër hasët që në moshën 2-3 vjeçare fëmijën diagnostifikojnë me sikur fëmijë të spektrit autizmit ose fëmijë me autizëm. Këtë diagnostifikim e bëjnë mjekët, pediatër për fëmijë ose psikiatër për fëmijë dhe adoleshentët, ku duke i bërë parasysh këto kritere, siç është domethënë mos zhvillim në komunikim, ngjecje në socializim, mos mbajtja e kontaktit me sy, stereotipi të ndryshme, dhe kur i shohim këto simptoma bazike, i shohim edhe ndoshta edhe të çrregullimet tjera mund të hasin, sidomos çrregullimet logopedike, vetëm ekzistojnë disa të themi simptoma të njëjta ose të ngjashme, por njëra prej tjetrës dallojnë, cilët janë ato dallimet. Ashtu ti të tregoj, për shembull tek çrregullimet logopedike, fëmia pjesërisht kupton të themi, ose kur e thrasim me emër reagon në zëre. Kthehet, domethënë e kthen kokën, edhe pse ndoshta nuk jep përgjigje verbale, por domethënë e kemi një reagim ndaj tij. Ndërsa tek fëmijët të spektrit të autizmit këtë reagim nuk e kemi, edhe për këtë shkak domethënë është sikur një diferencë të themi prej njëra prej tjetrës, dhe po ashtu padyshim që të duhen të bëhen edhe testime më të gjëra, ose siç janë domethënë testimi ADOS 1 dhe 2, më detajisht e tregon se fëmia ka apo nuk ka autizëm, ose është një test më si instrument të themi për vendosjen e diagnozës së autizmit. Po, me qenë se arritëm ta diagnostifikojmë, domethënë autizmin, të ndalemi pak tek trajtimi, përmes cilave metoda i trajtoni apo thënë më ndryshe rehabilitoni këta fëmijë dhe ju në për ordinancat tuaja, pra cilat janë ato procedurat apo metodat e trajtimit ose shërimit? Po, tani më tek rehabilitimi ose trajtimi i fëmijëve të spektrit të autizmit, kemi më shumë metoda rehabilituese të themi. Si për shembull duke u kyçur logopedi këtu përmes terapive logopedike ose të themi seansave logopedike zhvillon gjuhën. Më pas këtu psikologu mund të kyçet ose abaterapisti mund të kyçet domethënë në sjellje, punojnë në sjellje. Abaterapisti punon po ashtu edhe në sjellje dhe e përvetson fëmijën që në përditshmëri tani më të ketë më të lehtë. Punëtori social ose sociologu po ashtu mund të kyçen duke i ditur që ka nevojë për zhvillimin e socializimit të fëmijës dhe punojnë në këtë fushë, po ashtu këtu mund të kyçet edhe edukatori special dhe rehabilitatori ose defektologu duke punuar në fushën e tij, për shembull zhvillimin të motorikës fine nëse ka nevojë, motorikës globale. Po ashtu edhe në moshën parashkollore ta parapregadit për në shkollë, e kështu me radhë që në moshën shkollore tani më kur të kyçet në shkollë të ketë më lehtë të komunikon me fëmijët edhe padyshim që të mëson edhe pjesën akademike të tij. Ky proces i trajtimit është pak më afatgjatë, por padyshim që sjell rezultate nëse punohet me të njëjtin fëmijë. Edhe gjithmonë duhen të jenë edhe në angazhim të prindërve. Gjithmonë domethënë terapisti është i kyçur edhe me familjen, punon edhe me familjen këtë rast, domethënë i udhëzon, i këshillon prindërit se çfarë të bëjnë ata ose çfarë të ushtrojnë nëpër shtëpitë e tyre, duke ditur që prindërit janë një kohë më të gjatë që ndrojnë me fëmijën në shtëpi edhe çfarë aktivitete të bëjnë. Po ashtu, këtu kemi edhe duke ditur që shumica e fëmijëve të spektrit autizmit kanë edhe sjellje jo adekuate, punohet edhe në këtë fushë, duke arritur që ta stabilizojnë sjelljen, ta adaptojnë sjelljen me bashkëpunëtorët e tyre edhe kështu me radhë. Përveç kësaj që ju përmendet në lidhje me trajtimin, cili është roli që ka trajtimi i hershëm ose marrja e masave më herët tek fëmijët për shembull me autizëm, sa ndikon ajo në rehabilitimin më të mirë, le të themi? Po, tani më është vërtetuar që intervenimi i hershëm ka
ndikim shumë të mirë tek fëmijët. Çfarë është ky ndikim? Që në moshën më të hershme neve identifikojmë rastin dhe fillojmë përmes këshillave, përmes prindërve të punohet me atë fëmijë, që të stimulohet fëmija dhe sa më shpejt pra të zhvillon dhe aftësitë e tija të cilet i duhet pak ndihmë për të zhvilluar këto aftësi. Duke i ditur që në moshën më të hershme nëse fillohet të trajtohet një fëmijë dhe është i kyçur në programin e intervenimit të hershëm, shohim që simptomat janë në shtukje të themi, sa më të shpejt, edhe shohim që kur arrin në moshën shkollore, ai fëmijë tani më ndoshta edhe nuk vrehet fare prej bashkëmoshatarëve të tij, por gjithsesi kjo është, ta them, individuale, veçmas për çdo fëmijë, por është e vërtetuar që ka shumë benefitet e saj intervenimi i hershëm. Gjithmonë neve këshillojmë prindërit që sa në moshë më të hershme nëse shohin që fëmija i tyre ka ndonjë vështirësi në zhvillimin e tij, të referohet deri tek profesionisti që të kyçet në program të intervenimit të hershëm dhe fëmijët të cilët janë të kyçur në intervenimin e hershëm, padyshim që në një afat kohor më të shkurtë arrin rezultatin krahasim me fëmijët të cilët të fillojnë pak më vonë me trajtim dhe pasi që fitojnë neve në këtë afat kohor, më pas fëmija është i pavarur dhe mund t'i kryen gjitha detyrat të cilat do t'i ketë në vije. Po, me tjerë data 2 prill dhe ka të bëjë më shumë me luftën ose me ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin për spektrin e autizmit. Cili është roli dhe rëndësia e aktiviteteve që realizohen më datë 2 prill, por edhe gjatë gjithë vitit, ajo mbështetja në fakt që duhet ju jepet këtyre fëmijëve dhe njëkohësisht prindërve të këtyre fëmijëve. Sa ka rol të rëndësishëm sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi në këtë mes, duke luftuar komplekset dhe tabu temat dhe duke u paraqitur në specialist të këtij drejtimi sa më herët që të jetë mundur. Po, duke i ditur që muaji prill është muaji sensibilizues për ndërgjegjësimin e popullatës rreth autizmit, por kryesisht 2 prilli është marrë edhe kjo ditë, po me këtë qëllim që më tepër të fokusohemi tek popullata, që të sensibilizojmë një populatë më të gjerë. Këtu pikë kryesore ose qëllim kryesor ka që të sensibilizohet popullatët që t'i pranon fëmijët të spektrit të autizmit, e para që është pikë kyçe, më pas aty me t'ju ndihmojnë në atë formë ashtu se siç mundet, edhe padyshim t'i pranojmë edhe t'i mbështesim në çdo fushë ose aktivitet që ka nevojë ai fëmijë spektrit të autizmit. Neve kemi pa kur i krahasojmë që më vitet e më pashme dhe tani më unë po shoh situata në ditën e sotme është tejet e mirë, e shoh që në çdo institucion shkollor, parashkollor, po edhe institucione të larta kanë marrë iniciativë vetë edukatorët ose mësimdhënësit, edhe pse nuk janë domethënë profesionistë të cilët punojnë vetëm me fëmijë të spektrit të autizmit, por janë edukatorë mësuese nëpër shkolla të themi, të cilët në klasën e tyre mund të hasin ose kanë, po dhe në të ardhmen do të kenë ndonjë fëmijë të spektrit të autizmit në klasën e tyre, por prej tash shoh që i sensibilizojnë nxënësit të tjerë. Kjo është një gjë shumë pozitive, duke i ditur që përmes nxënësve, domethënë e sensibilizojmë edhe familjen, domethënë nëse një fëmijë mësohet që mund të ketë një shok ose shoqe i cili është pak më ndryshe, dhe në formën e tij të ndihmon atë ta përkrah, qoftë në socializimin e tyre, qoftë në gjuhën dhe komunikimin, po qoftë edhe në pjesën akademike të tyre, për shembull shkrimi, leximi, vizatimet etj. Kjo është një benefit tejet i madh, pse nëse e mësojmë në këtë formë ose në shkollë, nëpër institucionet shkollore që në moshën më të hershme nëse mësohet fëmia ai fëmijë edhe kur do del nesër jashtë oborit të shkollës, padyshim që do ta respekton neurodiversitetin, domethënë ndryshimin që mund ta ketë një person tjetër, ta respekton të njëjtën dhe po ashtu ta mbështet në çdo fushë të cilën ai ka nevojë. E cila domethënë nëse gjeneratat e reja sensibilizohen, padyshim që do të kemi një të ardhmen shumë më të mirë për fëmijët të cilët kanë nevojë për ndihmë, konkretisht fëmijët të spektrit të autizmit, po edhe përgjithësi për gjithë fëmijët me nevoja të veçanta.
Këtu i shohim tani më që kanë bërë edhe aktivitete të ndryshme, për shembull profesionistë të përkatës të fushave të përkatëse, që kanë bajtër seminare ndërgjegjësuese për prindërit, janë bajtër seminare ndërgjegjësuese edhe për popullatën më të gjerë të cilët janë të interesuar rreth çrregullimit të spektrit të autizmit. Çdo aktivitet që është duke u bërë për këtë ditë ka për qëllim domethënë ta sensibilizojmë popullatën më të gjerë që të pranohen neurodiversitetet, po ashtu dhe t'ju jepet përkrahja të cilën e meritojnë, duke ditur që çdo person është i njëjtë, i barabartë dhe i ka të drejta të barabarta në vendin se ku i përket ose ku jeton. Profesoresh, edhe diçka do dëshiroja të ndërlidhem me faktorët dhe shkaqet që haruam të përmendim më herët të spektrit të autizmit. Cili është roli dhe rëndësia e teknologjisë tek fëmijët ose qëndrimi para ekraneve të telefonit një kohë të gjatë? Kjo e vështirëson situatën apo jo? Padyshim që e vështirëson dhe mund të japim një alarm ndaj prindërit që rreptësisht të mbyllin çdo ekran para fëmijës, mos të qëndron fare një fëmijë para ekranit, se ndikon negativisht në zhvillimin e gjuhës, pra fëmija nuk mundet ta zhvillon gjuhën, po ashtu ndikon negativisht dhe nuk e zhvillon motorikën fine, duke ditur që ekranet i kemi vetëm në prekje dhe nuk kemi domethënë kapje etj, domethënë këtë 3D fotografi nuk e shohim, po e shohim vetëm në një formë, domethënë mund të kemi probleme të na shfaqen edhe me të pamurit, po ashtu e humbim edhe fokusin, nuk zhvillohet fokus, domethënë është i përqendruar vetëm në diçka, nuk reagon në zëra ose diçka tjetër kur të sheh në ambientin se ku ndodhet, po ashtu edhe më kryesore, domethënë e humb fëmia imagjinatën dhe kreativitetin e tij. Që në të ardhmen ndoshta kish pasur 8 probleme edhe më të mëdha. Ka dallim domethënë prej këtë rast mund të na shfaqet edhe në diagnozë të rinj, është një që të ceka, siç është ekranizmi ose pseudoautizmi, të cilët i kanë simptoma të ngjashme, por vërejën njëra prej tjetrës dhe që mos të ndodhë në të ardhmen një gjë e tillë, është mirë që prindërit t'i mbyllin ose t'i mbajnë larg fëmijët e tyre prej ekraneve, teknologjisë, telefonave etj. Dhe për fund, cila ishte porosia juaj, mesazhi juaj për të gjithë prindërit, për gjithë qytetarët, për gjithë shoqërinë, për sa i përket sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të këtij fenomeni, kësaj dukurie? I duam fëmijët të spektrit të autizmit, t'i pranojmë ato ashtu siç janë, t'ju ndihmojmë dhe t'i mbështesim në çdo fushë të cilët ata kanë nevojë. Qofse neve të gjithë së bashku bëhemi të njëjtit mendim, padyshim që ju a kishim lehtësuar shumë familjarëve të fëmijëve të spektrit të autizmit, po edhe vetë fëmijëve të cilët janë të prekur prej spektrit të autizmit, duke ditur që spektri i autizmit është shumë i gjerë, mund të kaplon vetëm disa simptoma më të vogla ose edhe disa simptoma më të vështira mund të ketë, por pavarësisht prej rasti deri tek rasti të jemi të gjithë të njerëzve që t'ju ndihmojmë atyre, duke ditur nëse neve punojmë në këtë fushë, padyshim që në të ardhmen fëmija i spektrit të autizmit kemi parë raste që kanë arritur kulmet e suksesit, mund të punësohen edhe të krijojnë familje, po ashtu edhe ta menaxhojnë gjithë jetën e tyre që ka. Profesoresh, ne ju falenderojmë shumë që gjithmonë ndani kohë për emisionin ton, kontribuoni kështu për tema që i takojnë fushës tuaj, ju jemi shumë mirënjohës për pjesëmarrjen tuaj në emisionin ton. Faleminderit shumë që edhe sot ishi pjesë e këtij emisioni. Ju falenderit dhe juve shumë. Të nderuar shikues, pra ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës dhe tema e ditës sotme. Kemi folur për një tjetër aktualitet, siç është autizmi, me qenë se 2 prilli është dita botërore e autizmit. Kemi folur për ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin për këtë ditë kaq të rëndësishme. Ju vazhdoni që qëndroni dhe më tutje me ne, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.